Në vendin e 3 qëndron moderatorja Fioralba Ponari me 13 postime në feed. Shumë zë aktiv për gjatë protestës dhe shumë serioze Dhe në protestë dhe në Instagram, shumë Bravo aktive. Fioralba. Çdo ditë aty Fioralba. Tani vendi i dytë dhe i parë ka një numër të frikshëm postimesh, në vend të dytë qëndron Fatma Kaçorelcia, fantastike dhe gazetarja më e njohur e showbizit dhe jo vetëm, me 56 postime në Instagram. E kupton çdo thot 56 njerëz kanë gjithë Instagramin me 56 postime. 15 ditë sot është dita e 16 e protestës. Rrezik do jenë shtuar se mbrëmi numrova. Sa bie nga She has gone overposting, yo! 6-7 postime në ditë. Dhe kush e mban vendin e parë është ajo. Dihet. Jacqueline Gatari me 78 postime në feed për protestën. Jacqueline ka kthyer gjithë. Ka bloku Instagramin. Shko, nuk ka bitem nga Jacqueline, sepse Jacqueline është aktiviste, ka qenë pjesëmarrëse në shumë protesta, po 70 e ca postime. Është në karakterin e saj që të ngre zërin për gjëra që ajo i mendon të padrejta, kështu që unë dhe nuk habitem nga Jacqueline.